Zhurma e thata e drurit që qahej përshkoi ajrin e kishës si një goditje e papritur, para se dikush të kishte kohë të kuptonte apo të reagonte. Ishte një tingull jashtër i dhunshëm që u përplas me muret e vjetra dhe u kthye si jehon mbi kokat e të ftuarve. Dhëndri u hodh përpara altarit me një forcë që askush nuk e kishte parashikuar, duke shtyr strukturën e shenjtë derisa ajo u dorëzua. Druri kërciti edhe një herë, pastaj u rrëzua. Lulet u shpërndan në për dy sheme, petalet u përzien me copa druri të thyer, piedestali u përmbys dhe qirind u shuan një nga një, sikur vetë drita të ishte friksuar nga ajo që po ndodhte. Një britme e mpret u ngrit mes bankave, e ndjekur menjëherë nga një heshtje e rëndë, e mbushur me mosbesim. Prifti u tërhoq dy hapa mbrapa, fytyra e tij u zbardh dhe syt i mbetën të ngulitur te skena përpara, i path të kuptonte çfarë kishte shkuar kaq keq brenda një çasti. Dhëndri qëndroi për një moment pa lëvizur, duke marrë frymë me vështirësi. Gjoksi i ngrihej dhe i ulej shumë shpejt, si i dikujt që po luftonte për ajër. Syti ishin mbushur me lot, fytyra i ishte shtrënguar, sikur diçka brenda tij po kërkonte të shpërthente. Për të ftuarit, ajo pamje dukej si fundi i gjithçkaje. Disa u ngritën në këmbë, të tjerë mbuluan gojen me dorë, duke pritur një shpërthim tjetër, një akt tjetër dhune, më shumë shkatërim. Por ai nuk sulmoi më. Forca e trupit e tradhtoi. Këmbët ju drodhën dhe i lëshuan. Dhëndri ra në gjunjë mes rënojave të altarit, trupi i tij u drodhi të ri, si i kapur nga një të ftohtë i thellë që nuk kishte të bënte me temperaturën. Ai uli kokën dhe, më në fund, e qara shpërtheu. Ishte një të qarë e thellë, e mbajtur për një kohë shumë të gjatë, si e dikujt që kishte shtrydhur çdo grimc force për të mos treguar dhimbjen. Në atë tingull nuk kishte zemërim. Vetëm lodhje. Vetëm vuajtje. Vetëm një peshë e madhe që nuk mund të mbahej më. Shoku fillestar u shndërrua gradualisht në një heshtje të sikletshme, pothuajse respektuese. Askush nuk guxonte të fliste, sikur çdo fjalë do të ishte një ndërhyrje e padurueshme në një dhimbje shumë intime. Nusja qëndroi e palvizur për disa sekonda. Sytë e saj përpiqeshin të kuptonin atë që po shihnin, mendja refuzonte ta pranonte. Ishte njeriu me të cilin kishte zgjedhur të kalonte jetën, i rrëzuar mes drurit të thyer dhe luleve të shkatëruara, duke u coptuar para syve të saj. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, ajo lëshoi buqetën. Lulet ranë but në dy sheme. Ajo ngriti fundin e fustanit dhe vrapoi drejt tij. U ul në gjunjë në tokën e ndotur, pa u shqetësuar për drurin e mpret apo petalet e shkelura. Kapi fytyrën e dhëndrit dhe e tërhoqi drejt gjoksit të saj, duke e përqafuar me një forcë që vinte nga dëshpërimi dhe dashuria. Fustani i bardh u njollos, por askush nuk guxoi të komentonte. Ajo e mbante sikur po përpiqej ta pengonte të shpërbëhej plotësisht, sikur vetëm trupi i saj mund ta mbante të bashkuar. Disa nga të ftuarit filluan të qanin në heshtje. Të tjerë shmangën shikimin, të turpëruar që po dëshmonin një dhimbje kaq të zhveshur, kaq njerëzore. Prifti u afrua ngadalë, me hapa të kujdesshëm, por u ndal. Ai e kuptoi se ai moment nuk duhej ndërprer. Kishte gjëra që as lutjet dhe as ritualet nuk mund t'i preknin. Heshtja e kishës u bë edhe më e rëndë, e mbushur vetëm nga hunda që tërhiqte ajrin dhe nga të qarat e mbytura të dhëndrit. Atëherë, dalë ngadalë, filloi të lindte kuptimi. Një i afërm i ngushtë u ngrit në këmbë. Syt I kishte të skuqur, zëri I dridhej. Ai foli me zë të ulët, si të kishte frikë se mos prishte ekuilibrin e brisht të momentit. Ai shpjegoi se nëna e dhëndrit kishte ndëruar jetë vetëm pak ditë më parë. Dhëndri nuk kishte dashur ta shtynte dasmën. Kishte thënë se gjithçka do të bëhej normalisht, se ishte mirë, se mund ta përballonte. Por nuk ishte e vërtetë. Zia ishte ende e freskët, e hapur, pulsante brenda tij, ndërsa ai përpiqej të buzëqeshte dhe të ndiqte skenarin që të gjithë prisnin. Ai përpiqej të ishte I fortë, por forca kishte kufijtë e saj. Por kishte edhe më shumë. I njëjti I afërm zbuloi se altari ishte ndërtuar pikërisht në vendin e kishës ku, shumë vite më parë, një burr kishte vdekur gjatë një rinovimi. Një aksident I vjetër, I harruar nga shumica, por jo nga ai. Dhëndri e njihte historinë. Ai e dinte saktësisht se ku po qëndronte. Të ishte aty, I rrethuar nga simbole gëzimi, dashurie dhe fillimi të ri, mbi një vend të shënuar nga vdekja, ishte tepër përdik tashmë të thyer nga humbja. Shkatërimi I altarit pushoi së dukuri si një skandal. Ai u shndërrua në atë që ishte në të vërtetë, një kolaps njerëzor. Një thirrje për ndihmë që nuk kishte gjetur fjalë. Të ftuarit që më parë ishin në shok, qëndruan në këmbë në heshtje.
Askush nuk duar trokiti. Askush nuk pyeti. Askush nuk gjykoi. Ata thjesht respektuan. Mes rënojave, Nusja vazhdonte të ishte aty, duke e mbajtur fort dhëndrin, si një spirancë në mes të një stuje të brendshme. Në atë kishte të heshtur, mes drurit të thyer dhe luleve të shkelura, nuk kishte më një ceremoni. Kishte vetëm dy njerëz të lidhur nga dashuria, duke u përballur me dhimbjen më të thellë në mënyrën e vetme që mundnin, së bashku. Nuk kishte muzikë që të mbushte hapësirën. Nuk kishte melodi që të maskonin heshtjen apo të udhëhiqnin ndjenjat e të pranishmëve drejt një gëzimi të paracaktuar. Nuk kishte betime të shqiptuara me zë të lartë, fjalë të përgatitura më parë apo premtime të recituara para altarit. Kishin mbetur vetëm dy njerëz përballë njëri tjetrit dhe njëkohësisht të kapur pas njëri tjetrit, duke u përpjekur me çdo forcë që u kishte mbetur të qëndronin të papërçar, ndërsa gjithçka rreth tyre dukej se po shembej, jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht. Dhe të gjithë ata që ndodheshin në kish e kuptuan, pa pasur nevojë për shpjegime apo justifikime, se ajo që po ndodhte nuk ishte fundi i një martese. Nuk ishte një shkatërim i një bashkimi, por përkundrazi, një pasqyrë e zhveshur dhe e dhimbshme e një dhimbje që nuk kishte mundur të fshihej më. Ishte momenti kur gjithçka që ishte mbajtur brenda, gjithçka që ishte shtypur për hir të pritshmërive, rregullave dhe rolit që secili duhej të luante, kishte dalë në sipërfaqe me forcë. Heshtja brenda kishës u zgjat për shumë sekonda që dukeshin të pafundme. Ajri ishte bërë i rënd, sikur vetë muret e vjetra po mbanin frymën. Askush nuk guxonte të lëvizte. Askush nuk kollitej, nuk rregullonte rrobat, nuk shikonte orën. Çdo lëvizje do të dukej e papërshtatshme, pothuajse e pahishme, përballë asaj që po shpalosej para syve të tyre. Dhëndri ishte ende i gjunjëzuar, i mbështetur te Nusja. Trupi i tij duke i lodhur, i raskapitur, sikur kishte kaluar një betejë të gjatë dhe të pabarabartë. Frymëmarrja ishte e vështirë, e copëzuar. Çdo frymë e thellë dukej si një përpjekje e madhe, një akt vullneti për të qëndruar i vetëdijshëm, për të mos u dorëzuar plotësisht përballë peshës së brendshme që e shtypte. Pastaj, me hapa të ngadaltë dhe të matur, prifti u afrua edhe një herë. Këpucët e tij prekën dyshemen e kishës pa zhurmë, sikur edhe ai kishte frikë të prishte atë ekuilibër të brishtë. Fytyra e tij ishte ndryshe tani. Nuk ishte më fytyra e një njeriu që po drejtonte një ceremoni. Ishte fytyra e dikujt që po përballej me diçka personale, diçka që i rëndonte edhe atij në gjoks. Ai ndaloi pak hapa larg çiftit dhe ngriti dorën lehtë, duke kërkuar që të gjithë të qëndronin aty ku ishin. Zëri i tij doli i qartë dhe i qëndrueshëm, por brenda tij kishte emocion, një dridhje të lehtë që tregonte se fjalët nuk po vinin vetëm nga detyra, por nga zemra. Ai tregoi se e njihte shumë mirë atë pikë të altarit. Shumë vite më parë, gjatë një rinovimi të bërë me nxitim dhe pa kujdesin e duhur, një punëtor kishte pësuar një aksident fatal pikërisht aty. Jeta e tij ishte shuar në heshtje, larg syve të publikut, por jo larg kujtesës së atyre që kishin qenë dëshmitar. Kisha kishte vazhduar të funksiononte. Ceremonit ishin mbajtur. Dasmat ishin festuar. Por për priftin, ai vend nuk kishte qenë kur thjesht një copë dyshemeje. Ai kishte mbartur gjithmonë një peshë të padukshme, një heshtje që nuk ishte zbrazur kur plotësisht. Kur pa altarin të shkatëruar, ai nuk ndjeu zemërim. Nuk ndjeu as nevojën për të qortuar apo për të rivendosur rendin. Ajo që ndjeu ishte një rëqethje e vjetër që u kthye papritur, një ndjesi që i kujtoi se disa dhimbje nuk zhduken me kalimin e kohës, por vetëm heshtin, duke pritur momentin e duhur për t'u rikthyer. Në atë çast, e gjithë kisha dukej sikur u zhyt në një lloj zije kolektive. Nuk ishte zije për një person të vetëm, por për gjithçka që ishte humbur, për gjithçka që ishte shtypur dhe harruar. Ishte një dhimbje e përbashkët, e pashprehur, por e ndjer nga të gjithë. Dhëndri ngriti fytyrën ngadalë. Lëvizja ishte e vështirë, sikur qafa dhe shpatullat e tij mbanin një peshë të padukshme. Syti kishte të skuqur, të lodhur, por në to kishte një përpjekje për të shpjeguar, për të treguar se ajo që kishte ndodhur nuk kishte qenë një akt i vetëdijshëm shkatërimi, por një shpërthim i pashmangshëm. Me zë të ulët, pothuajse të thyer, ai shpjegoi se ai vend e kishte shqetësuar gjithmonë. Ai e dinte historinë. Që nga momenti që kishte hyrë në kisha atë ditë, trupi i tij kishte filluar të reagojë në mënyrë të çuditshme. Frymëmarrja ishte shkurtuar, zemra i rrite shpejt dhe fort, sikur po përpiqej ta paralajmëronte për diçka që mendja ende nuk e kishte përpunuar. Por kishte edhe diçka tjetër, një e vërtetë që askush aty nuk e njihte.
Atë mëngjes, mes nervozizmit, lodhjes emocionale dhe dhimbjes së ditëve të fundit, ai kishte harruar të merrte medikamentin që e ndihmonte të kontrollonte krizat e forta. Ishte një detaj i vogël në dukje, por me pasoja të mëdha. Trupi i tij kishte hyrë në gjendje alarmi. Mendja kishte humbur kontrollin. Dhe kufiri ishte kaluar pa paralajmërim. Disa nga të ftuarit ngritën dorën drejt fytyrës, të tronditur. Të tjerë ulën kokën, sikur të ndiheshin të turpëruar për mendimet e para që kishin pasur. Gjykimi i heshtur filloi të shpërbëhej, duke lënë vend për një kuptim më të thellë. Nuk ishte furi. Nuk ishte mungesë respekti. Ishte një përzierje e dhimbjes, zis dhe brishësisë njerëzore. Prifti mori frym thellë dhe pastaj ndau diçka që askush nuk e kishte pritur. Ai tha se edhe vetë kishte humbur dikë së fundmi. Një humbje që ende i dhemte sa herë që ngjitej në altar. Çdo ceremoni, çdo lutje ishte shoqëruar nga ajo mungesë e dhimbshme. Kur pa dhëndrin të shembej, ai nuk pa një skandal. Pa një njeri të thyer që po përpiqej me çdo kusht të qëndronte në këmbë. Fjalët e tij prekën thellë. Dukej sikur e gjithë kisha mori frym në të njëjtin ritëm. Një ndjenje e përbashkët u përhap ngadalë, duke zëvendësuar shokun dhe konfuzionin me diçka më të qetë, më njerëzore. Pa u marrë vesh, pa ndonjë shenjë të dukshme, të ftuarit filluan të ngriheshin ngadalë, një nga një. Nuk pati duar trokitje. Nuk pati pëshpëritje. Vetëm respekt. Njerëz në këmbë, koka të ulura, lop të fshehur që rrëshisnin pa zhurmë. Kaosi i mëparshëm ishte shndërruar në diçka më të thellë dhe më njerëzore, empati. Nusja shtrëngoi dorën e dhëndrit edhe më fort. Ai ishte ende i brishtë, ende i tronditur, por tani nuk dukej më i vetëm. Altari i shkatëruar vazhdonte të ishte aty, i dukshëm për të gjithë, por tani nuk përfaqësonte një fund apo një ndarje. Ai përfaqësonte gjithçka që kishte qenë e fshehur deri në atë moment. Dhimbjen e pathënë. Frikën e përmbajtur. Luftën e brendshme që më në fund kishte dalë në dritë. Në atë kishë të heshtur, mes drurit të thyer dhe zemrave të hapura, u krijua një lloj tjetër ceremonie. Jo ajo e planifikuar, por ajo e vërtetë. Një moment ku njerëzit nuk ishin më spektator, por dëshmitar të një të vërtetë të thellë njerëzore. Dhe ndoshta, pa e kuptuar plotësisht, të gjithë dolën prej andej pak më të butë, pak më të vetëdijshëm për brishësinë që i bashkon të gjithë. Dhe ndërsa të gjithë qëndronin ende në këmbë, u bë gjithnjë e më e qartë se ajo që po ndodhte nuk ishte më një martesë në kuptimin tradicional të fjalës. Ajo ceremoni kishte pushuar së qeni një ngjarje e planifikuar, e strukturuar, e ndërtuar mbi rituale dhe pritshmëri. Ajo ishte shndërruar në diçka krejt tjetër, diçka që askush nuk e kishte imagjinuar kur kishte hyrë në atë kishë atë mëngjes. Nuk ishte një spektakël. Nuk ishte një sken për t'u treguar. Ishte një portret i zhveshur, i papërpunuar, i një dhimbjeje të përbashkët, të ndarë pa fjalë mes njerëzve që deri pak çaste më parë kishin ardhur për të festuar. Prifti kërkoi, me një gjest të butë të dorës, që të gjithë të uleshin përsëri. Zëri i tij ishte i qetë, por kërkesa nuk u përmbush menjëherë. Askush nuk lëvizi. Pesha e asaj që kishte ndodhur i mbante njerëzit të ngrirë në vend, sikur çdo lëvizje do të mund të prishte diçka edhe më të brishtë se sa ajo që tashmë ishte thyer. Ishte një heshtje që nuk vinte nga hutimi, por nga respekti, nga ndjenja se ajo hapësirë kërkonte që të gjithë të qëndronin aty, të pranishëm, pa ikur, pa u fshehur pas zakoneve. Nusja ndihmoi dhëndrin të ngrihej ngadalë. Lëvizjet e tyre ishin të kujdesshme, të përbashkëta, sikur secili prej tyre po mbante jo vetëm peshën e trupit të vet, por edhe peshën e tjetrit. Ai dukej i raskapitur. Syti kishte të humbur diku larg, jo në kishë, jo mes njerëzve, por në një hapësirë të brendshme ku kishte kaluar një stuj të gjallë. Ishte pamja e dikujt që kishte mbijetuar, por që ende po përpiqej të kuptonte se si. Kur më në fund foli, ai kërkoi falje, por jo për altarin e shkatëruar. Jo për kaosin që kishte shkaktuar. Ai kërkoi falje për diçka shumë më të thellë. Kërkoi falje që nuk kishte qenë i fortë mjaftueshëm për të vazhduar të shtirej. Që nuk kishte mundur ta mbante më maskën. Që trupi dhe mendja e kishin tradhtuar në momentin kur ai kishte menduar se mund t'i kontrollonte. Pas kësaj fjalje, ra një pauzë e gjallë. Një heshtje e dendur, ku secili dukej se po përpunonte jo vetëm atë që kishte dëgjuar, por edhe gjithçka që kishte ndjerë deri në atë moment. Pastaj ai tha diçka që ndryshoi përfundimisht atmosferën e kishës.
Ai tregoi se ajo kish nuk ishte thjesht një vend I shënuar nga histori të vjetra apo humbje të fundit. Ajo hapësirë ishte e lidhur me një traumë të thellë të fëmijërisë së tij. Kur ishte fëmijë, ai kishte ardhur shpesh në atë kish me familjen. Ishte një vend I njohur, I mbushur me kujtime, por jo të gjitha ishin të buta. Ai tregoi se pikërisht aty kishte përjetuar një nga momentet më të frikshme të jetës së tij. Gjatë një ceremonie të vjetër, diçka kishte shkuar keq. Një shpërthim dhune kishte ndodhur pa pritur. Kishte pasur britma, vrapime të çrregullta, njerëz të lënduar. Si fëmijë, ai kishte mbetur I ngrirë nga frika, I humbur mes trupave që lëviznin dhe zërave që bërtisnin. Ai kishte parë fytyra të përgjakura, kishte dëgjuar klithma që nuk I kishte harruar kurrë. Që nga ajo ditë, ai nuk kishte mundur më të hynte në atë kish pa ndjer trupin t'i ngurtësoj. Zemra I rrite me forcë. Frymëmarrja I bëhej e vështirë. Trupi I reagonte përpara se mendja të kishte kohë të kujtonte arsyen. Ishte një frikë e rrënjosur thellë, e ruajtur në kujtesën e trupit, jo në fjalë. Vite më vonë, kur u vendos që martesa të bëhej pikërisht aty, ai kishte hezituar, por kishte pranuar. Jo sepse donte, por sepse mendonte se duhej. Për të kënaqur familjen. Për të shmangur pyetjet. Për të mos u dukur I dobët. Ai kishte besuar se mund ta përballonte. Se ishte arritur. Se ishte më I fortë tani. Por kishte gabuar. Disa nga të ftuarit filluan të kujtonin vagullt atë ngjarje të largët. Të tjerë thjesht ndjenë se gjithçka po merrte kuptim. Si pjesë të shpërndara që më në fund po formonin një pamje të plotë, edhe pse të dhimbshme. Nusja shtrëngoi dorën e tij dhe, për herë të parë që nga fillimi I ceremonisë, foli. Ajo tha se I kishte thënë që në fillim se nuk kishte nevojë për atë vend, për atë altar, për atë ditë specifike. Se preferonte të shtynte gjithçka se sa ta shite njeriun që donte të shkatërrohej duke u përpjekur të përmbushte pritshmëri që nuk ishin të tija. Zëri I saj ishte I qartë. Nuk dridhej. Nuk kërkonte leje. Ishte një zë I vendosur, njerëzor, I mbushur me kujdes. Ajo nuk po fliste si një nuse e zhgënjur, por si një partnere që zgjidhte jetën e tjetrit mbi çdo simbol. Prifti e dëgjoi në heshtje. Pastaj u drejtua nga qendra e kishës dhe deklaroi se ceremonia nuk do të vazhdonte, jo për shkak të skandalit, jo për ndalim, por për respekt. Ai tha se ajo ditë nuk kishte nevojë të përfundonte me premtime formale për të qenë një nga ditët më të rëndësishme të jetës së tyre. Ndonjëherë, kujdesi vinte përpara festës. Askush nuk protestoi. Askush nuk u ankua. Disa të ftuar filluan të qanin hapur. Të tjerë u afruan në heshtje, duke ofruar përqafime, duar mbi shpatulla, shikime plot mirëkuptim. Martesa u shty aty për aty. Pa datë. Pa presion. Pa gjykime. Nuk kishte humbje në atë vendim. Kishte njerëzi. Ndërsa kisha filloi të zbrazet ngadalë, altari I shkatëruar mbeti aty në qendër I dukshëm për të gjithë. Jo si simbol I dështimit, por si dëshmi se dikush më në fund kishte ndaluar së lënduari veten për t'u pëlqyer të tjerëve. Dhëndri dhe nusja dolën dorë për dore. Nuk pati duar trokitje. Nuk pati muzikë. Por ata u larguan të rrethuar nga diçka shumë më e rrallë, mirëkuptim I vërtetë. Dhe kështu, martesa që kishte nisur në kaos përfundoi në heshtje, kujdes dhe zgjedhje. Nuk pati një po atë ditë, por pati diçka edhe më të fortë, vendimin për të vazhduar, edhe kur gjithçka tjetër duhej të ndalonte. Kur dyert e kishës u mbyllën pas tyre dhe zhurma e hapave të fundit u shua, mbeti vetëm heshtja. Një heshtje tjetër, ndryshe nga ajo e mëparshmja. Nuk ishte më e rëndë apo e frikshme. Ishte e lodhur. Si pas një stuhje që kishte rrëmbyer gjithçka dhe tani kishte lënë pas vetëm ajrin e lagësh dhe tokën e zhveshur. Ata ndaluan në shkallët e jashtme. Dhëndri uli kokën dhe për një çast dukej sikur trupi I tij do të dorëzohej sërish. Nusja e mbajti fort, pa folur, nuk kishte më fjalë për të shpjeguar, për të bindur apo për të rregulluar. Gjithçka e rëndësishme tashmë ishte thënë me lot, me dridhje, me guxim. Ai më në fund foli, me një zë të ulët, pothuajse të thyrë. Tha se kishte frikë. Jo nga martesa, jo nga ajo. Frikë se mos një ditë dhimbja do të kthehej dhe ai do ta lëndonte përsëri, jo me qëllim, por nga pafuqia. Ai e pyeti nëse ajo ende dëshironte të vazhdonte, edhe pas gjithçkaje. Nusja e pa drejt e në sy.
Në sytë e saj nuk kishte as iluzion, as romantizëm të verbër. Kishte zgjedhje. Ajo i tha se dashuria nuk ishte të mos thyeshe kur, por të mos ikje kur dikush thyej. Se ajo nuk donte një ceremoni të përsosur, por një jetë ku e vërteta kishte vend, edhe kur dhemte. Ata u përqafuan sërish, jo si dy njerëz që festonin, por si dy njerëz që mbjetonin. Dhe për herë të parë atë ditë, ai mori frym thellë, pa u ndalur, pa u dridhur. Si dikush që kishte ndalur së luftuari veten. Ditët kaluan. Nuk pati njoftime, nuk pati data të reja. Kishte terapi, heshtje, biseda të vështira, net pa gjumë. Kishte kthim pas dhe hapa të vegjël përpara. Dhe mes gjithë kësaj, ajo qëndroi. Një vit më vonë, ata u martuan. Jo në kishë. Jo para shumë njerëzve. Ishin vetëm ata nën qiellin e hapur. Nuk pati altar për t'u thyer. Vetëm dy duar që u bashkuan me plagë të dukshme, por të shëruara mjaftueshëm për të mos gjakosur më. Dhe kështu përfundoi historia e një martese që nuk filloi me një po, por me diçka shumë më të vërtetë, guximin për të jetuar pa u fshehur më.